Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro vijoi inspektimet në plazhe, duke u ndalur në zonën e Kavajës, ku shoqërua dhe nga kryetari i bashkisë, Fisnik Qosja. Një nga sfidat e mëdha që kemi është Inspektimi u zhvillua në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik veror, me një vëmendje të veçantë tek pastërtia, respektimi i hapësirave publike dhe parandalimi i zaptimeve. Ministria vlerësoi se sfidë mbetet pastrimi i plazheve, ndërsa deklaroi tolerancë zero ndaj zaptimit të plazheve publike. Një nga sfidat e mëdha që kemi është pastrimi, menaxhimi i plazheve dhe sidomos çdo tolerancë zero ndaj zaptimit të plazheve publike. Prandaj dhe Policia e Shtetit do të jetë në krahun ton pikërisht për ta përballuar një gjë të tillë. Kumbaro nënvizoi se me rregulloren e re, subjektet që kanë struktura akomoduese mund të marrin në menaxhim parcela plazhi, si vlerë e shtuar për bizneset e tyre të hotelerisë. Unë e di që nuk është gjithmonë e lehtë për ta planifikuar në Bregdetin e Kavajës dhe të një pjesë e Durrësit për shkak të numrit shumë të madh të hoteleve. Është shumë e rëndësishme që praktikisht të kemi një ndërprerje të vijës së plazheve të menaxhuara edhe me plazhe publike. Kështu që në këtë kontekst Bashkia Kavaj sipas llogarive duhet të ketë të dyfishuar numrin e hapësirave të plazheve. Nga ana e tij, kreu i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, u shpreh se menaxhimi i plazheve në Kavaj kërkon impenjim të shtuar, sidomos për shkak të shtimit të strukturave turistike. Ministra Kumbaro kërkoi gjithashtu që bashkia të pajisë 73 plazhet publike të Kavajës me sinjalistik të qartë dhe kërkoi mirëkuptimin e banorëve që të mos zënë hapësirat publike.